Një alarm sigurie ka shkaktuar ndërprerje në përkohshme të operacioneve ajrore në aeroportin e Mynihut, pasi pilot të disa avionëve raportuan praninë e një objekti të paidentifikuar në hapësirën ajrore pranë pistave. Sipas mediave gjermane, objektivi është vërejtur rreth orës 09:00 dhe dyshohet të ishte një dron, çka detyroi autoritetet aeroportuale të pezullonin përkohësisht ngritjen dhe uljen e avionëve për arsye sigurie. Menjëherë pas sinjalizimit, Policia Federale Gjermane ndërmori një operacion kërkimi në terren, duke angazhuar patrulla dhe një helikopter për të kontrolluar zonën përreth aeroportit. Pas rreth një ore verifikimesh intensive, autoritetet nuk arritën të identifikonin asnjë dron apo objekt të dyshim, duke i hapur rrugë rifillimit gradual të trafikut ajror. Megjithatë, ndërprerja e përkohshme solli pasoja në operacionin e aeroportit, me disa fluturime të vonuara dhe të tjera të anuluara. Pasagerëve ju kërkua të verifikonin informacionet e udhëtimit pranë kompanive ajrore përkatëse. Aeroporti i Mynihut konsiderohet një nga qendrat më të rëndësishme të transportit ajror në Gjermani dhe një nyje kryesore e kompanisë Lufthansa. Ngjarja vjen në një periudhë kur vendet europiane po raportojnë gjithnjë më shpesh incidente që lidhen me drone, aeroporteve dhe infrastrukturave kritike, duke shtuar shqetësimet për sigurinë e hapësirës ajrore dhe nevojën për masa më të forta monitorimi.